Prokuroria e Tiranës mori në pyetje 5 fëmijët, të cilët pas kyqyrjes së kamerave të sigurisë janë parë duke hedhur mbeturina pranë një karroce, e cila konsiderohet si vatra prej nga ku shpërtheu zjarri që dogji pallatin Shumkatësh tek farmacia 10. Të miturit e identifikuar janë banor të kompleksit dhe pyetja e tyre është kryer në prani të psikologëve dhe prindërve. Ata kanë treguar se nuk kanë bërë asgjë me paramendim dhe se po luanin pranë vendit ku ndodheshin mbeturinat e marketit, si edhe karroca që ishte pranë kondicionerit. Prokurori i çështjes nga ana tjetër ka urdhëruar policinë që të kryejë veprime të tjera në vendngjarje, ndërsa marrja e dëshmive do të vijojë. Pas flakëve që shkatëruan 10 apartamente, policia arrestoi 4 persona: Razie Sulën, Agron Carën, Enver Ademin dhe Altin Furtunën, që dyshohet se shkelën në rregullat për mbrojtje nga zjarri, por ata më pas u lanë të lirë nga gjykata penale. Zjarri i rënë aksidentalisht dogji me shpejtësi të gjithë fasadën e jashtme të pallatit e më pas depërtoi brenda apartamenteve, duke rrezikuar jetën e banorëve. Ngjarja ngriti pikpyetje të forta mbi cilësinë e punimeve, materialet e përdorura, si edhe funksionimin e mekanizmave të mbrojtjes kundër zjarrit.